Rikthimi i Edit në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte një nga ato momente që publiku i kishte pritur prej ditësh, ndoshta edhe javësh. Një rikthim që nuk erdhi thjesht si kthimi një banori, por si kthimi një padrejtësie, si një përballje me të kaluarën dhe si një moment reflektimi për gjithë shtëpinë. Dera e madhe u hap ngadalë. Dritat u fokusuan aty dhe në prag u shfaq Edi. I qetë, i përmbajtur, por me një emocion të lehtësueshëm në fytyrë. Sytë i kishte të mbushur me ndjenja të përziera, gëzim që po kthehej, dhimbje për mënyrën se si kishte dalë, por edhe forcë për të vazhduar aty ku ishte ndalur. Banorët u ngritën në këmbë. Disa duar trokitën. Disa u shtangën, disa të tjerë ulën kokën. Prania e Edit e ndryshoi menjëherë energjinë e shtëpisë. Ai nuk ishte një banor i zakonshëm, ishte ai që shumë kush mendonte se ishte nxjerrë padrejtësisht, ai që kishte jetuar disa ditë në shtëpinë kapsul duke pritur një vendim që më në fund erdhi. Në mes të kësaj atmosfere të rënduar emocionalisht, Arditi u ngrit. Hapi i tij drejt Edit ishte i ngadalë, por i vendosur. Ishte e qartë se ai e kishte menduar gjatë këtë moment. Edi, tha ai me zë të qartë, dua të kërkoj falje publikisht për atë që ndodhi. Shtëpia u zhyt në heshtje. Kamera u fokusuan tek fytyrat. Askush nuk fliste, Arditi vazhdoi. Ka qenë një situatë e rëndë, janë marrë vendime të nxituara dhe unë e pranoj pjesën time të fajit. Nuk ka qenë e drejtë ajo që ndodhi me ty, Edi e dëgjoi me qetësi. Nuk e ndërpreu. Nuk uli sytë. Vetëm dëgjoj, jam këtu sot, shtoi Arditi, sepse mendoj se gabimet duhen pranuar. Dhe sot, ti meriton të jesh sërish në këtë shtëpi. Pas këtyre fjalëve, Arditi ju afrua dhe e përqafoi Edit. Ishte një përqafim i sinqert, pa teatër, pa lojë. Një përqafim që mbylli një plagë dhe hapi një kapitull të ri. Edi foli më pas, me një zë të qetë, por të ngarkuar me emocion. Faleminderit për faljen. Unë nuk kam ardhur këtu për hakmarrje. Kam ardhur për të vazhduar lojën time, me respekt për veten dhe për të tjerët. Këto fjalë u pritën me duar trokitje. Jo vetëm nga banorët, por edhe nga publiku që e kishte mbështetur fuqishëm rikthimin e tij. Rikthimi i Edit në shtëpi ndryshoi menjëherë dinamikën. Ai nuk u fut si viktim, por si një lojtar i fortë, i qetë dhe i vetëdijshëm për peshën që kishte tashmë. Banorët e tjerë filluan ta shikonin ndryshe. Disa me respekt, disa me frikë, disa me dyshim. Edi u sistemua sërish në dhomën e gjumit. U ul në shtratin e tij të vjetër, sikur të mos kishte ikur kurrë. Por në fakt, gjithçka kishte ndryshuar. Ai vetë kishte ndryshuar. Kishte reflektuar. Kishte parë lojën nga jashtë dhe tani ishte më i përgatitur se kurrë. Kjo është një mundësi e dytë, tha ai në një bisedë me banorët. Dhe nuk jepet shpesh. Arditi, nga ana tjetër, dukej më i lehtësuar. Falja e kërkuar dhe e dhënë i kishte hequr një barë të rëndë. Ky moment u pasi një shembull se edhe brenda një formati të fortë si Big Brother, pranimi i gabimeve dhe ndreqja e tyre ka vlerë. Rikthimi i Edit nuk ishte vetëm një ngjarje televizive. Ishte një mesazh, se drejtësia, edhe kur vonon, mund të vijë, se një lojtar mund të rrëzohet, por edhe të ngrihet më i fortë, dhe se falja është një akt guximi. Nga ajo ditë, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Me Edit sërish brenda, loja mori një drejtim tjetër. Strategjit u rishikuan, aleancat u lëkundën dhe tensionet u rritën, por një gjë ishte e sigurt, Edi ishte kthyer në shtëpi, jo vetëm fizikisht, por edhe moralisht. Dhe këtë herë, ai ishte gati të shkruante historinë e tij deri në fund.